Thënie nga Napoleon Bonaparte. Bonaparte ishte perandor, general dhe politikan francez me famë botërore. Citojmë disa prej thënieve të tij. Ka dy mënyra për të vënë njerëzit në lëvizje, përmes interesit dhe përmes frikës. Më të frikshme janë 2-3 gazeta se mira bajoneta. Mos ndërprit kur armikun tënd, ndërkohë që gabon. Nëse dëshiron të kesh sukses në këtë botë, bëj shumë premtime e mos mbaj asnjë. Më mirë një armik i betuar se sa një mik i zoritur. Në botë ekzistojnë vetëm 2 fuqi, shpata dhe shpirti. Në terma afatgjatë, shpirti e mposhtë shpatën. Sa prej njerëzve të mëdhenj janë fëmijë disa herë në ditë. Të vetmet fitore që nuk lënë shije të hidhur në ndërgjegje, janë ato që arrihen kundër ignorancës. Ai që ka frikë se do të mposhtet, humbjen e ka të sigurt. Fatmirësia është femër. Nëse e lini që t'ju ik sot, mos mendoni se do ta gjeni sërish nesër. Nuk ka gjë më të vështirë dhe njëkohësisht më të dobishme se të jesh i aftë të vendosësh. Pamundësi është fjalë që gjendet në fjalorin e budallenjve. Mund të humbas betejën, por s'do të humbas as një minutë. Për stomakun bosh nuk ekziston as bindja, as frika. Karakteri i vërtetë shfaqet për herë në rrethana të vështira. Priftërinjët përsërisin vazhdimisht se mbretëria e tyre nuk është e kësaj bote, por zaptojnë çdo gjë që shohin. Ka plagë për të cilat vdekja do të ishte më mirë. Nganjëherë propozo paqen, armiqtë tu do të turbullohen pa masë. Secila pemë prodhon frutat e saj dhe korret vetëm ajo që mbillet. Dashuria duhet të jetë një kënaqësi, jo një mundim.